Së pari falenderoj shoqatën e fondeve të pensioneve për këtë konferencë, e cila është e para e kësaj natyre, por është në momentin e duhur, sepse eksaktësisht këto ditë parashikohet miratimi i ligjit të ri, që duhet jetë ai ligj që do ta çojë përpara këtë lloj investimi. Ligji i miratuar në vitin 2009 ishte një ligj i cili u miratua sepse duhej në kohë. Por që atëherë, megjithëse ka kaluar shumë vite, fondet e pensionit sërish janë në nivelet e tyre fillestare. Nëse flasim me shifra, janë vetëm 55 milion euro të investuar në këto fonde dhe vetëm 2.4% e forcës punës përfshirë në këtë skemë pensioni. Kështu që patjetër që është e nevojshme jo vetëm që ne të parafrojmë kuadrin regulativ me atë evropian, pasi ky ligj do të jetë një parafrim i kuadrit regulativ me direktivën europiane të anës 116, por njëkohësisht është momenti që një ligj i ri i hap rrugë shtimit të pjesëmarrjes në skemat e fondeve të pensionit, t'i hap rrugë përmirësimit të transparencës së këtyre fondeve, t'i hap rrugë zgjerimit apo krijimit të formave të reja të investimit dhe të formave të reja të fondeve të pensionit, dhe gjitha këto besoj se do të shtojnë gamën e produkteve, do të shtojnë edhe interesin e punëmarrësve dhe punëdhënësve për të përfshirë këto skema. Pasi një nga risitë e ligjit të ri është pikërisht krijimi i skemave nga punëdhënësit. Fondet private të mbyllura janë një nga format më të reja që mund të krijohet nëpërmjet një sponsorizimi nga punëdhënësi, nëpërmjet krijimit të një fondi të tillë nga një shoqat apo nga një institucion, i cili do të sjellë një përfshirje automatike të punonjësve apo të pjesëmarrësve të këtyre shoqatave. Sigurisht që ndërlidhja me tregjet ndërkombëtare dhe europiane do të përkojë një risi tjetër të ligjit, do të sjellë një mundësi tjetër investimin për fondet e investimit dhe do të sjellë edhe më shumë të ardhura për këto fonde investimi dhe duke rritur kështu dhe interesin e pjesëmarrjes në të gjerë në këto fonde. Ashtu siç thash, ligji garanton një transparencë më të madhe për anëtarët e skemës. Garanton një transparencë në lidhje me fondet, si dhe në lidhje me kompanitë që menaxhojnë këto fonde. Kërkesat e shtuara për vlerësimin e punonjësve që punojnë në këto skema, të drejtuesve të këtyre skemave, përshtatshmërinë e tyre dhe drejtimin të këtyre skemave, sigurisht përbëjnë një risi dhe përbëjnë një hap të mëtejshëm në rritjen e transparencës dhe në përmirësimin e menaxhimit të këtyre fondeve. Lehtësirat fiskale u përmendën nga parafolësit, është një aspekt tjetër i cili mund të shërbejë në përthitjen e më shumë pjesëmarrësve në skemë. Fondet e pensionit janë krijuar si fonde të cilat do të garantojnë një mbështetje sociale për njerëzit të moshë të fyer. Nuk është thjesht një fond investimi i cili në momentin e daljes në pension të tërhiqet i plot duke mos garantuar dëshmërinë e pensionit dhe të një jetese më të mirë për individin. Kështu që këto lehtësira fiskale pikërisht janë parashikuar në dalje nga skema e pensionit, duke garantuar kështu apo duke i dhënë një mundësi shtesë kalimit të hap pas hapi të fondit pensioneve tek anëtari i fondit dhe jo të një marrje dhe konsiderimi të këtij fondi si një fond i thjeshtë investimesh që mund të sjellë disa të ardhurë më shumë. Duke uruar një punë të mbarë konferencës, falenderoj dhe një shoqatën për mundësinë që më dhatë për marrë pjesë në këtë takim. Faleminderit. Faleminderit zoti Lerana për fjalimin tuaj. Kam nderin të mirëpres në skemë për të dhënë fjalën e tij përshëndetëse, zotin Astrid Hado, drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore.